Xherdan Shaqiri është kthyer tashmë në idhullin e tifozëve të Bazelit, pasi ekipi i tij u shpall kampion. Shaqiri i dha titullin kampion ekipit dhe talenti i tij i padiskutueshëm u diskutua gjatë në mediat në Zvicër. Edhe pse Shaqiri ka vite që jeton në Zvicër, ai asnjëherë nuk e ka mohuar rrënjën e tij shqiptare. Futbollisti ka lindur në Gjilan të Kosovës në vitin 1991 dhe vetëm një vit më pas, prindrit e tij emigruan në Zvicër. Edhe pse shprehet se ky është vendi që i ka dhënë shumë mundësi dhe për këtë i është falenderues. Shaqiri në çdo intervistë thot me krenari se ai është shqiptar. Pavarësisht kësaj ndjenje kaq të fortë patriotike që ka, ai është shprehur se në Shqipëri ka pësuar edhe zhgënjimin më të madh. Shaqiri nuk ka frikë as të flas me emra dhe as të tregoj me gisht se kush e ka zhgënjur dhe sa lek i kanë kërkuar për të luajtur me kombëtaren. Teksa është prononcuar për gazetarët e huaj, ai tha: "Unë kam patur gjithmonë dëshirë që të jem pjesë e kombëtarës shqiptare. Po të mos ishte Armand Duka kryetar, unë sot do isha pjesë e kombëtares. Edhe pse nuk më është ofruar asnjëherë një ofertë nga Shqipëria, unë dhe Granit Xhaka kërkuam të jemi pjesë e kombëtares Kuqezi dhe kur ne aplikuam për të qenë pjesë e kësaj kombëtare, Armando Duka na kërkoi 15.000 euro për të qenë pjesë e tyre. Unë sa të jetoj, shqiptar do të mbetem, por ca gjëra nuk i toleroj, qofshin këto kur vinë edhe nga vendi im. Unë gjithmonë kam dashur të kontribuoj për vendin tim, por këto prapaskena nuk mund t'i pranoj." Për sa fola më sipër, do të jetë gjykata ajo që do të thotë fjalën e fundit. Ndryshe nga shumë futbollistë të tjerë që pak kënaqësitë me Federatën Shqiptare të Futbollit i thonë në tavolinat e lokaleve, Shaqiri nuk e ka as pak problem që të vërtetën e tij ta thotë para gazetarëve të huaj. Po ju, si mendoni, a duhen para për të veshur fanellën Kuqezi? Shkruani në komente kush ka të drejtë në këtë histori, Shaqiri apo Duka, dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit ton për më shumë lajme interesante.